Po, pse jo? Qështë e kom të shkru me, veç le tash njeri. Zdo me thonë veç me kom pej. Sa do po problem, nuk është më rëndësi me kona i person i mirë që të shka s'këshyre. Pak, si të shem fillim, po të ne duhet sen e tjera. Sa dush me koni mirë i bukur, kur s'osh mrena i mirë, bodi ova. Edhe femna tash ju bo materialiste, edhe djem qështu. Nuk është gruja veç me marrë me mshenë shpe edhe ti shkolla adra gjithë ka, po kuptan. Është dy ondë. Me kriju familje, qëllimi kryesor është me kriju familje, për çka e ka jep edhe Zoti. Një djalë punëtor me një rrugë thjesht, edhe unë me një rrugë thjesht, dytë mundem me ja dal. Jetojmë, të ardhëm jem, po pej. Po pëlqen që më thosh të ardhëm jena. Po normal. Unë të ardhëm kështu. Andrivar sonë dini pej që më të mirat vajzat në Kosovë janë. Ka gjithë ka të mira. Gjithë ka. Nuk kam ai që vetë tamam. Ja, s'tom veç pej, gjithë ka. Po kom dëgjuar që në pej po më shumë të famra, ato më të mira. Gjithë ka të mira. A një palë e martuar? Jo. Okej. A kishe marrë djalë jashtë pejës ti? Po, pse jo? Qështë e kom të shkru me, veç le tash njeri. Zdo me thonë veç me kom pej. Veç në pej, a? Jo. A veç le tash ti thonë, sa do bo problem. Sa i sinqert më pëlqen. Sa do bo problem, nuk është më rëndësi me kona i person i mirë që të shka s'këshyret. Unë është më dashur në pamje, dikush të një person vetëm në pamje. Pa jo është njerë në fillim ajo pak tërheqja e para, po kupton. Pak si të shem fillim, po të ne duhet sen e tjera. Sa dush me koni mirë i bukur, kur s'osh mrena i mirë, bodi ova. Si qika si djemt. Son të një mosh. Sinceritetin, edhe me kom punëtor. Aj që s'osh punëtor, s'duhet njetë. Mu shtre me prit për qelit s'vinë sanët. A, por e kishe marrë një burë që i ka gjitha, i ka prej familjes, vetën si ka, e kishe gjallë apo një djallë që është punëtor me një rrugë thjesht që është. Një djallë punëtor me një rrugë thjesht, edhe unë me një rrugë thjesht, dytë mundem me ja dalë. Sa mirë. Që ka që mendoj unë, sa jam pak për ngucën pauzë. Am tregon kështu, këtë kohën tash që po jetojmë, se ka shumë tradhti mes dy çifteve. S'kam koment, s'po di qa me thonë. Po lak mojnë ashta. S'po di, po këqyrin veç kushte, s'kam koment për që zjo. Po lakmon ma shumë femrat apo gjinja ma shkollë? Pa e në dy ondë. Edhe femna tash ju bo materialiste, edhe djem qështu. Nuk është gruja veç me marrë me mshenë shpe edhe ti shkolla adra gjithë ka, po kuptan. Është dy ondë. Me kriju familje, qëllimi kryesor është me kriju familje, për çka e ka jep edhe Zoti. Tash u bo pak problem, dy ondë do me thonë, apo din. Femnat pak materialiste, pikqyrin kushtet, të një djem qështu, ka edhe që puquhen pesh, të një këta shkujnë tjetër ka. S'kam koment. A ki përballu që t'izolim, nëse një burë ju ta kish bo, vetë kish dalë, ty t'kish lënë? Jo, s'është në rregull. Kur unë e lodha i mlen, kur ai ka besim të unë edhe unë kam besim të ai. Po thom, qëllimi kryesor është me kriju familje. Zdo me thonë tash unë veç me marrë dhe më mshenjë shpe, su kryu jeta janë veç me një martesë. S'kryjet jeta veç me një martesë. Qështu me na jone, është mendim jam... Që to që e folë një mesazh? Femnat, edhe me shpe. Inshallah në atesh Allah i më fatë hajrit. Veç më fatë hajrit, tjerat kur zhu mos me këshyrë. Që ka që. Fatë edhe ty. Gjithë mira, sukses. Kalofsh mirë.